Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Investigative Fatmir Sena ka folur mbi rolin dhe bashkëpunimin e kësaj agjencie me qytetarët dhe institucionet e sigurisë. Sena theksoi se bashkëpunimi me komunitetin mbetet një nga shtyllat kryesore të punës së agjencisë, duke e cilësuar informacionin e qytetarëve si thelbësor në parandalimin dhe zbardhjen e rasteve të ndryshme. Ai nënvizoi gjithashtu se ekziston një koordinim i vazhdueshëm me strukturat e policisë së shtetit, duke garantuar shkëmbim informacioni dhe mbështetje të ndërsjellët në funksion të forcimit të sigurisë publike. Sipas tij, Agjencia Investigative ka arritur rezultate konkrete përmes hetimeve profesionale dhe reagimit të shpejtë, duke rritur besimin e qytetarëve dhe duke forcuar bashkëpunimin institucional. Përshëndetje, unë quhem Fatmir Sena, jam drejtori ekzekutiv i Agjencisë Investigative për parandalimin e krimit, drogës, terrorizmit, dhunës, trafikimit, femrave dhe fëmijëve. Unë e drejtoj këtë agjenci prej vitesh. Qytetarët këto vitet e fundit janë angazhuar dhe të gjithë kanë si detyrim që ato të shkojnë të bashkëpunojnë me policinë e shtetit, por ato vinë me njëherë kur kanë çdo gjë që ata konstatojnë jashtë ligjit, paraqiten pranë zyrave tona dhe ne me njëherë i çojmë pranë organeve kompetente të policisë. Ka shumë raste që ne kemi çuar në polici, kemi çuar në shërbime në prokurori, ku ato kanë dashur me shku. Dhe ne i bëmi nisën që të shkojnë të denoncojnë krimin, të denoncojnë trafikimin, dhunën, dhe këto vitet e fundit ka pas një rritje shumë të lartë duke denoncuar krimin, drogën, dhunën. Kështu që unë duhet të falenderoj dhe policinë e shtetit që këto vitet e fundit është edhe më e fortë dhe më aktive. A mbron individet që i formojnë agjencinë tuaj dhe policinë e shtetit dhe nuk u del emri? Po këtu ruhet anonimati dhe këtu vinë ne nuk e merr vesh njeri se çfarë mohabeti ka bërë me ne dhe e çojmë tek policia dhe ne nuk duhet të dimë gjë se çfarë ka dhënë në polici. Nuk merremi, nuk grumbullojmë informacion. A keni një numër të përgjithshëm në një database që sa është numri që ju keni si agjenci? Ne numër nuk kam të saktë, sepse ne her pas here ne rinovojmë antarët, sepse ato dhe keq përdorin emrin e agjencisë, ne i largojmë, i heqim me njëherë, sapo ne të njoftohemi se ato keq përdorin emrin e agjencisë, ne i heqim, po kemi, çdo ditë shtohen antarët. Do të kishit ju një mesazh në lidhje me këtë agjenci për t'i dhënë qytetarëve një informacion më të saktë? Qytetarëve në informacion më të saktë po i japim me broshura sensibilizuese në gjithë Shqipërinë, kemi bërë 5000 broshura sensibilizuese që t'i tregojmë se kush është numri i policisë, se shumë njerëz nuk e dinë kush është numri 112 dhe duhet t'ia sqarojmë ne me këto vajzat e zyrës dhe t'i shpërndajmë në komunitet, t'i shpërndajmë në çdo vend ku ne e shikojmë të ashtyshme, në gjithë Shqipërinë. Prej vitesh ka pas një largim të shumë njerëzve që ishin informatorë të institucionit policisë shtetit. Tashme, ka një rikthim të këtyre agjentëve? Po, ka, sepse tani kanë filluar njerëzit duke besuar edhe tek organet e shtetit edhe tek ne, sepse ne i marrim, i çojmë në organet kompetente. Cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im është të gjithë shqiptarët të merren me punë, të merren të gjithë të shikojnë familjet e tyre dhe mos të merren me drogë, mos të merren me gjëra të jashtëligjshme, sepse të kemi një familje të shëndosh. Zotë Sena, ju keni bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian në lidhje me punën që ju vazhdoni prej vitesh. Si është gjendja aktuale e trafikimit të qenieve njerëzore, sidomos tek vajzat? Po, ne si agjenci për parandalimin e krimit dhe dhunës dhe trafikimit të femrave, ne kemi pas disa raste që ne ju kemi ardhur ndihmë, sepse ne kemi me policitë europiane kemi pas shumë bashkëpunime. Sidomos në Greqi kemi pas tani vonë disa raste femrave të dhunuara,
Se po thojsh më shumë është Greqia ka pas femra të dhunuara, sepse janë të martuar dhe nga ekonomia që duan të ndajnë ekonominë dhe kanë pas shumë probleme dhe kanë pas shumë ankesa, por ne me antarët tonë që kemi në Greqi, kemi bashkëpunuar me policinë greke dhe jo kemi gjetur, i kemi ardhur ndihmë. Si ka qenë bashkëpunimi për trafikimin? Është në rritje numri i trafikimit të femrave në vende Bashkimit Evropian apo është në rënje? Tani trafikimi i femrave, sidomos shqiptare, është në rënje. Sepse dhe policia ka qenë shumë e gatshme, sepse ne bashkëpunojmë dhe me policinë shqiptare. Tani me një herë sa femrat marrin telefon për çfarë do lloj trafikimi sa ato duan t'i bëjnë, policia shqiptare është shumë e gatshme, edhe europiane. Dhe agjencia jonë me antarët që kemi, ne kemi bashkëpunuar shumë herë me policitë europiane dhe na u kanë gjendur në çdo moment.